Ofensiva toksore e Izraelit në qytetin e Gazës mund të zgjasë për shumë muaj, thanë përfaqësues të ushtrisë izraelite. Sipas një zëdhënësi, ushtria mendon që fillimisht do duhen disa muaj para se ajo të vërë në kontroll zonat kyçe, po kështu do të duhen disa muaj të tjerë për të eliminuar infrastrukturën e organizatave terroriste në qytet që ndodhen në veri të ripit të Gazës, sipas zëdhënësit të ushtrisë. Pas fillimit të ofensivës izraelite në qytetin e Gazës, Bashkimi Evropian ka bërë thirrje për të dhënë fund ciklit të dhunës, të shkatrimit dhe të vuajtjes. Ndërhyrja ushtarake do të çojë në më shumë shkatrime, më shumë vdekje dhe më shumë zhvendosje, tha një zëdhënës i Komisionit të BE-s në Bruksel. Gjithashtu kjo do të përkeqësojë situatën humanitare tashmë katastrofike dhe do të rrezikojë jetën e pengjeve, sipas tij. Po ashtu zëdhënësi njoftoi se Komisioni Evropian synon të vendosë sanksione kundër Izraelit. Presidentja e Komisionit të BE-s Ursula von der Leyen njoftoi para disa ditësh se do të paraqisë propozime shteteve anëtare për sanksione kundër ministrave ekstremistë dhe të kolonëve të dhunshëm në Izrael. Pashtu Komisioni u ka rekomanduar shteteve anëtare të pezullojnë marrëveshje tregtare me Izraelin që janë pjesë e një marrëveshje partneriteti. Detajet pritet të shpallen gjatë ditës së sotme dhe Komisioneri i lartë i OKB-s për të drejtat e njerëzit Volker Turk i bëri thirrje Izraelit të ndërpresë menjëherë ofensivën toksore në qytetin e Gazës. E vetmja përgjigje është ndaloni masakrën, tha ai në Gjenevë. Ai shtoi se ka prova në rritje për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Përshkallëzimi i mëtejshëm është plotësisht dhe absolutisht i papranueshëm sipas tij.